Qysh në kohët më të lashta bimët medicinale janë shfryzuar për herë nga popujt, si dhe nga njohës mjekësisë dhe janë vlerësuar për efektin e tyre kurues. Magjia dhe vlera që ato mbartin eficiencën e tyre i bën ato të rrejse dhe akoma më tepër vlerë merr ky mendim për faktin sepse kanë vlera kurative dhe nuk mbartin asnjë rrezik apo siç i quhen mjekësia efekte anësore. Praktika popullore dhe studimet mjekësore e kanë vërtetuar plotësisht këtë fakt. Madje në shumë biblioteka gjenden libra dhe vëllime të tëra me studime mbi këto bimë dhe mbi efektet e tyre. Por le të ndalemi te ky argument. Nuk është kaq i thjeshtë dhe përdorimi i tyre, sepse kërkon njohje praktike dhe në ditët e sotme dituri mjekësore. Sotëm u ndalëm pikërisht tek një nga njohësit e rrallë që e respektojnë së tepërmi dhe eksperienca disa vjeçare e tyre ka dhënë rezultate gjithmonë në rritje. Jorgje dhe Linafili në farmacinë e bimëve medicinale pranë shtëpisë bukur në lagjen Sheqi i Vogël. Me pacient të ardhur nga Berati, Madakastra dhe rrethinat e rrethit Fierit. Tashmë me eksperiencë disa vjeçare, Jorgji Fili që ka kaluar 75 vitet e jetës tij, ka fituar një eksperiencë jo të vogël. Veçantë i çiftit të moshës së tretë që nuk lënë vend pa shkuar. Linafili me një eksperiencë të pasur në grumbullimin dhe përpunimin e bimëve medicinale, që ka punuar mbi 15 vite në ish ndërmarrjen pyjore shtetërore, me përpunimin e bimëve medicinale dhe sot, për krah bashkëshortit të saj Jorgji Fili, ka gjetur partnerin e palodhur. Një rast i veçantë i dhimbjeve dhe shqetësimeve nga gjendrat tiroide, flutura, vjen nga rrethinat e Beratit dhe pas një kalvari të gjatë vojtesh dhe ankesash është ndalur me Jorgji dhe Linafilin për kurim përmes bimëve medicinale. Erdha tek doktori popullor, pasi e mora vesh vendin, erdha këtoja dhe komunikova me doktorin dhe më dha një kur, aloe vera. Dhe përdora kam një muaj dhe kam përmirësim. Mbasi e pyeta pacientën, më tha që jam me gjendra tiroide. Të smurët me gjendra tiroide kanë këto shqetësime. Preke shpejt, qajnë, kanë dhimbje koke, kanë lëkurën e barku të tharë, kanë çrregullim me solucionet të gratë. Funksioni i gjendrave tiroide ka dobësim të përgjithshëm, normal. Të gjitha këto shqetësimet u po i kaloj në trupin tim dhe kam një muaj që po vazhdoj aloe verën, kam goxha përmirësime. Konsultova me librin, edhe me duke smundjen e saj, unë vendosa të jap aloe verën. Mbretëreshën e bimëve. Jo është e përgatitur me mjalt. Përgatitet edhe me vodka. Myket. Kam hedhur gjysmë kile aloe verë këtu, edhe kam hedhur 10% mjalt. Mjalt koqimare. Flutra vazhdoi kurin një muaj. Si s'po thotë edhe vetë flutra, ka përmirësim. Tash i marr kurin e dytë. Unë ta vazhdoj derisa kjo të pastrohet. Do përdor lulën e aguliqës.
Do përdor gjenestrën, lule gjenestrës. Do përdor një miflecën. Do përdor pelinin. Janë të gjitha këto që bëjnë mirë për gjendra tiroide? Për gjendra tiroide, për mulçi, për shpret, për veshka, për dherzë, tuberkulos, për gur. Shpresoj që me këtë kushte po marr këtë erën e fundit, shpresoj që mos të vi me. Nga era kaluar kam goxha për mësim. Paciente e dytë, një grua rreth 60-ave, që vjen nga lartësitë e zonës Roskovecit, nga fshati Ngjeqar. Ka disa vite që vuan nga shqetësimet në organet e frymarrjes, të shoqëruara me alergji dhe mungesë frymarrje. Qa shqetësimi? Unë kam qenë e shtruar në Tiranë. Po. Kam pasur një kohë të tatë. Po. Kam denjur e shtruar 3 javë. Edhe atje nuk gjeta përmirësim. Bera fibrën e mushkrive. Ika që aty. Shkova në Greqi 2 herë. Prap atje më dhanë ca pompa. Atje më thanë që sa ti jesh do vazhdosh me këto pompa. Mora vesh, pash në televizor dhe dëgjova për tyja. Erdha këtu, më ke dhenë disa ilaçe. Me kurën e parë fillova, thoshja kam shumë carime, kishja dhimbje fyti. Thash se do t'i le, se mura jashtë mase. Pra djali më thosh vazhdoj se acarojnë në sëmundjen. I vazhdova në 1 javë, në kryet javës kam djerë përmirësime. Merdi pacientja këtu e pyeta, se nga se vuande. Bëra studimet, edhe i dhash kurën e parë, që i dhash për bronket, për mushkrit, për kollën, për grykën. Sipas çfarë ka kjo sipas jush? Çfarë nga se vuan kjo sipas jush? Kjo vuante nga bronket, shumë. Nga mushkrit. Ato i krijojnë kollë, gëlbaz. Jam paraqitur këtu te doktori dhe i hoqa pompat, se rria me pompa. Tashi nuk i vazhdoj me pompat, kishe mungesë frymarrje. Po. Kisha mungesë frymarrje, bllokoshja nga fryma, veja pompat, qetësosja 2 orë, vazhdoja prapë me pompa, tani i hoqa fare. Ka përdoru zonja për azmë për bronket, është thundrëmushka, është lule blinit, është agjinarja, është trëndafili hegër, është dafina, është boronica, plus këto neve i japim edhe aloe vera. Me gjithë këto lullet, mjekimet që ka bërë zonja, ka përmirësim, plus dhe aloe verën që i kemi dhenë me mjaltë. Dhe aloe verën me mjaltë. E zonja ka përmirësim. Po, ku bazohet juve për të bërë mjekimin për rrugët e frymarrjes? Bazova te libri. Studiova librin, pyeta pacienten, studiova librin, edhe nxora konkluzionin se çfarë donte. Fyti, më dhinte fyti. Bllokoshja smirja do të frymë. Kisha një kollë të thatë,
dhe blokosha nuk flisja dot, ngjirje zeri. Gjithë këto probleme që arrita deri këtu. Rreth 2 muaj që ka ardhur këtu, ka marrë mjekimin. Edhe është përmirësuar. Këto janë bimë kuruse, po nuk duan për 2 javë edhe 1 javë përmirësimin. Duan kohë, ja ka ardhur zonja të marrë kurin e 3. Përgatitjen e këtyre ju referoni këtij libri. U referoj përgatitja e ka libri. Po. Siri mbas recetës që thot libri, marrim thundërmushke, marrim lule blini, marrim lulen e blinit, marrim thundërmushke, marrim trëndafilin, marrim, i mbushim pjeskat, i mbushim komplet. Do mbushim pjeskën, edhe dhe japim të zihet me 3 kile gjysmë ujë. Do rrit 5-16 minuta. Në vlim? Po. Pastaj të ftohet, e mbuluar, të ftohet e të pihet para buke nga 1 filxhan çaj. Po. E kështu do vazhdoj me radhë. Kur mbaron këtë dhe s'ka përmirësim plot, ç'bëhet? Kur e parë nuk ka dhënë shumë rezultate në kurën e parë. Të dytën, të tretën, ka rezultate. Se këto janë çajra me vitamina. Gjithçka duket e thjesht, një çaj apo një shurup dhe sëmundja jon gjen përmirësim. Në çdo bisedë me Jorgjin, ne do të dëgjojmë një emër të veçantë, të cilin e përmend gjithmonë me respekt dhe dashuri. Është Lina Fili, bashkëshortja e tij, e cila i qëndron për herë pranë dhe këshillohen së bashku. Lina Fili është krau im i djathtë, shprehet Jorgji, dhe e dëgjon me respekt atë. Lina është e përkushtuar në punën e saj në farmaci. Shoqëron bashkëshortin dhe me shumë korrektes përgatit dozat e nevojshme sipas recetave. Shikoni këto rrugët që i shikoni këtu, edhe këto lëndinat e bukura dhe këto me këto bim, unë nuk i punoj, nuk i mbledh vetëm. I mbledh me gruan time, që e kam besnike, edhe kam qatë, punon shumë është punëtore. Ka punuar me këto bim. Lina i përpunon tëra këto? Të gjitha këto mi përpunon gruja. Se ka punuar bim medicinale në pijore, 10-15 vjetë. Edhe të ashti, që po jap rezultat, po jap bashkë me te. Edhe jo vetëm. Njeriu i palodhur, i përkushtuar ndaj shqetësimeve të njerëzve, i dashuruar me natyrën dhe bimët, së bashku me bashkëshortën e tij, Lina Fili. Këto bimë që janë këtu, janë bimë shëruse. Unë i punoj me pasion. Kam 20 vjetë, edhe mirën vetëm me bimët. Me prejnë, vetarje. Unë kam punuar në Pyjore. Para 90-s? Para kam punuar 15 vjetë. Po? Vetëm me këto bimë. Edhe i di qysh thahen, i di qysh grien, i di qysh punohen.
jam me merak vetëm për bimët. Këto bim kanë kohën e tyre, kanë muajin e tyre për të qelur. Edhe këto bimët janë të ndara, prostata është veç, stomaku, rrugët e ushqimit janë lulet veç, bronket janë veç, gjaku është veç, shikës e urinës, apo janë të ndara lulesh do, kurse unë i ditë të tërë, bimët ku hymë. Punoj bashkë me burrin tim, ne i mbledhim vetë, ku nuk vemi në male, në fusha, ku na thotë libri, që këtë muaj qelë kjo bim, e ndodhet në këtë vend. Keni dalë në jashtë rrethit? Kemi dalë. Ku? Kemi shkuar në Lushe, manastirë, ne kemi bredhur dhe jashtë rrethit. Kemi shkuar në Vlorë, kemi shkuar në Tepelen, kemi shkuar në Berat, kemi shkuar në Ersek që kemi marrë Akuliqen. Literatura e mjekëve alternativ rekomandon receta me bim medicinale, që Jorgji pas konsultave i kërkon ato pa llogaritur lodhjen dhe shpenzimet me makinën e tij. Shiko këtë pamje të bukur këtu. Që janë shëruse, të tëra këto bim që shikoni këtu. More, qaj është e shile, të tëra këto janë shëruse. Këto shëroj çdo lloj smundje. Se ka bërë natyrën Zoti, krijoi bimët, krijoi dhe njeriu, që edhe të ushqehet, edhe të shërohet. Të tregoj diçka këtu, ne që jemi tu te ulliri. Po. Ky ulliri është bima më e çmueshme. Po. Jo vetëm për mua, po për të gjithë ata që e njohin këtë. Ja kjo kokra ullirit tu që shikon ti. Po. Kjo duhet të ta hash të shile këtë, si është tashi. Ha 5 kokra ulliri. 5 ditë rresht, esull. Tensionin e çon, të bie tensioni më një herë tamam sekundë. Provoje, edhe ta shikosh. Për çfarë ndikon tjetër ulliri? Ulliri për vaj ullirit një herë është i shkëlqyer. Edhe mbi të gjitha, vaj ullirit duhet ngren pa djegur. Sekundërisht, sa thonë ta rafinerojmë, pa rafineruar. Është shumë shërus. Te ulliri ka çdo gjë të mira. Edhe rënja e ullirit, edhe likura e ullirit, edhe gjethja, të uli tensionin, le kokra, sekundër e thash, të hash tani të shile. Hiqi bërthamën, kokra e ullirit, haja të shile, 5 kokra çdo ditë, esu. Pamjet vlerave të universale, përdorimi i bimëve të mjekësore ose bimëve medicinale është i një rëndësie të jashtëzakonshme. Është vërtet që Zoti në krijimin e tij madhështor para njeriut krijoi të gjitha llojet e bimëve, që ato numërohen me miliona, me qindra mijëra, dhe ndërmjet tyre edhe bimët medicinale ose bimët mjekësore me vlera të pazëvendësueshme për përdorim direkt të njeriut, që veçanërisht atyre që banojnë në zonët rurale, si dhe atyre që kanë aksesin, kanë mundësinë që të lidhen me përdorimin e këtyre lloje bimëve në formën e çajrave, pastaj edhe në formën e kurave qoftë amatore, deri edhe te kurat profesionale të mjekëve të shquar, të cilët kanë bërë libra, të cilët kanë dhënë këshilla. Përkushtimi i një njeriu të thjesht si Jorgji Fili ndaj kësaj pune është me një vlerë shumë të madhe. Fakti është që ai e ka nisur këtë punë duke qenë vetë pacient i njërit nga mjekëve më të shuar që ka pasur kombi shqiptar, Arçile Boti,
Dhe pastaj në bashkëpunim me të gjithë klientelën e vet, me të gjithë kolegët, miqtë dhe shokët, e ka përsoshur këtë punë dhe e bën me një përkushtim të madh. Duke udhëtuar në rrugë pa rrugë, përmes shkureve dhe pyjeve, Jorgjifili kërkon bimët sipas rekomandimeve të literaturës. Jorgjifili mes pyjesh dhe kodrash kërkon bimët shëruese. Së shpejti këto bimë të rritur në natyrë do të shndrohen në bana mjekësore. Jorgji është përherë i shoqëruar nga libri i tij. Nuk do të çuditemi nëse e shohim të menduar atje ku nuk shkel këmba e njeriut, duke shfletuar librin, si këshilltari më i mirë i tij, shoku i tij me të cilin identifikon bimët dhe më pas i grumbullon ato, ju merr aromën, gjykon fazën e pjekurisë dhe skedon së fundmi për ta çuar në farmacinë e tij, ku do të vazhdojë procesi i përpunimit sipas rekomandimeve të mjekëve alternativ. Kjo është punë e mundisme shumë. Si ku të në shikoni dhe vetë. Kjo do djersitje, do punë. Unë vi këtej, se më shtyn pasioni im, që të bëtë studioj sa më shumë lullet. Se kam shumë klientelë që janë shëruar. Ke kërkesa? Kam kërkesa shumë. Edhe këtu më arë librin, e hapë librin, si mund të shikon, edhe je edhe bimën, që është. Je edhe bimën. Pra e saktëson që kjo është, si quhet kjo? Cila? Kjo quhet rushariu. E saktëson me librin? Nëse ne i themi përce. Kjo qonë kokrat i hariu, thonë rushariu. Po tjetër, dhe ke 2-3... Kjo tjetër është balsami. Luri balsamit. Që është mbretresh fare për stomakun. Kur mlidhet kjo, Jorgji? Tani mlidhet? Është mbledhur kjo, ja, tash kjo, po shikoj unë, kjo s'ka lëng më. Po. S'ka vlerë ta mbledhësh me këtë. Po. Mu po e shikoj tani deri kurse, e thotë dhe libri. Po ke këtë. Po. Shesën e keqe, i thonë. Po. Është shkëlqyer fare, kjo mlidhet, është mbledhur. Është prap mlidhet. Ka esencë prap, se shikoj unë këtu ka. Ja. Të jep një që kjo. Prostata është një smundje më e rrezikshme për moshat e rritura. Vajti buri 55 vjeç, 60 është me prostatë. Edhe është bllokim urinimi. Kanë dhe zorë, unë deri tani, po jap rezultatet të mira për prostatën, të tëra bimët këtu i kam gjetur, që shikoni ju, janë të pyllin, këtu, i kam gjetur. Po ka dhe në fush, është që me misit në fush, është pelin e pishës, ja të e kini, që e mleth në behar, është gura i fjerigurit, është gjembaci, është gremi, është gjunusja, është gjembardha që isha në detit. Të gjitha këto, unë i mleth kur ka kohën, edhe i përpunoj, i thaj në hije të farmacia ime. Prostata konsiderohet një nga sëmundjet e përhapura që prek sidomos moshat mbi 55 vjeç të burrave dhe shpeshherë me pasoja dramatike. Shembulli i pacientit nga Lushnja është shumë signifikativ. Pas dhimbjeve dhe tej lodhjeve që e kanë shoqëruar na unin vite me radhë, u ndal në këtë farmaci tek Jorgjifili. Sot ka ardhur për të marrë kur tjetër. Po, unë sot kam ardhur për të marrë kurin tjetër. Si e ndjen veten? Unë ndjen veten
mos të them mirë, po duhet të them shumë. Të djek baqi para se të dalësh. Për të dalë nuk del plotësisht, po del pika-pika. 2-3 herësh. Kjo bën atë që të dilje çdo një orë, ndonjëherë edhe më pak se çdo një orë. Ngrishe natën, shpesh. Kisha net që rrinja edhe pa jutë. Për arsye se sa i benja ato pakurin që kishi ose që dilte, vinje bije. I moshuari shpjegon rrugtimet disa vjeçare në klinika serioze dhe tashmë është ndalur këtu në farmacinë e bive medicinale të Jorgji Filit. Unë u paraqita te mjeku i njohur, te Kastriot Dauti në Tiranë. Se atje më nisi lushnja. Kastrioti më përkrahu, me njerëz sa i qava halli, më përkrahu dhe më dhaj një lloj kokra që ishin të fundit ekzistoni. Nuk e mbajmë në emri. Me ato ndenja 3 vjetë. Më tha që do bësh një pak pushim, se të bëjnë edhe den, po t'i pish më shumë. Bëra një pushim, gjatë kësaj kohe që bëra pushimi, fillova që unë të keqësoshim. Arrita sa të ngelja më dhe pa gjunat. Më thanë që ish hapu një qendër e re në lushnje. Vajta u paraqita te i blokuar. Nuk urinonja në do. Më bëri një pastrim me pompë, me presion, që unë të urinonja. Me gjithata më vun tub dhe isha me tub, edhe më nisë në Tiranë te Bilbil Hoxha. Ishte djalë i ri, shumë i sjellshëm për mua dhe për gjithë pacientët që vura veshën. Bilbil Hoxha më kuroi sa unë, do më thënë, fillova një fat përmirësimi, por gjendja ishte kritike. Edhe më tha në fund, tashi vetë më thika, do operohesh, nuk ka rrugë tjetër. Nuk pranova unë pranova në vend se po vuajnja. Po quna të më thanë dale baba, të mendojnë një. Sa vjeç jeni? Unë sot jam 75 vjeç. Erdhëm në shtëpi, fillova me të pirë qime misri, popullore që pinjën dhe plejtan në padhe. Vazhdova gjithë shtatorin. Nga fundi shtatorit, ngjova në televizor Jorgji Fili. Bashk me të shoqen Lina, që kishin hapur një klinik, edhe mjekoni me hilaçe popullore, edhe kishin dhe rezultate. Atëhere u interesova, se ku ishte, dhe kush ishte ky Jorgji Fili. Përkushtimi i Jorgji dhe Elina Filit ndaj sëmundjeve është shumë i lartë dhe për kurim ai drejtohet maleve, natyrës së bukur, që i ka të gjitha zgjidhjet.
E ku nga në ardhur shumë edhe rezultatet, sa i shikoja shumë të mira. Ka gurë që krijohen gurë në Fshikë Zaurinës, krijohen gurë në Veshka, në Tembël, dhe ka carime të mëdhaja. Me këto, them që doja rezultatet të shkëlqyera, se kam çdo lloj bime. Po deri sot, ata që kanë marrë. Ata që kanë marrë deri sot janë shumë të kënaqur. Gjorgji më pyeti, ke bërë ndërhyrje kirurgjikale? I thash jo. Je operuar gjë? Për të tjera jam operuar, për këtë jo. Atëre tha të marr unë për sipër dhe të shëroj. Unë më dha lloj të Barisha, ti them ato që më dha Gjorgji? Më dha herën e parë tha grami. Qime misri, kërcel deli, këputje po nga to që tjetë mashku, boronic më dhaq, më tha për bishta qershie ose kokra qershie tegra. Në mungesën e këtyre edhe do përdorësh gjatë. Unë mund të siguronja vetëm gjatë. Basi përdora këto 1 muaj rresht, unë pati dhe të tjera, hilace që Barisha që shkonje një 17 muaj Barisha. Në krye të muajs, unë kisha një përmirësim, e mbilla përmirësimin, se nuk kisha më dhe një baqi. Pas që më njoha me smundjen, që kishe pacienti, që ishte me prostat, prostat të rënduar, sa ishte gati në operim, blokim komplet. E pyeta i thash, je bërë operim? Jo, tha. E mora për sipër, i thash do të qëroj unë. Edhe, ka po mush gati 1 vit, me këto kurime, ja kam ndërruar loj, se ka shumë loj bimësh për trete gurësh, për prostat. I dhash që në fillim, i dhash, tamam si e kujtoja i qimin e misrit, gremin, agulicen, këputjen, ishte qershie, të lënjën, sytha plepi, jetët e kalin deli, si tha vetë. Masi mora të dhenat, hapa librin. E studiova se çfarë lulesh do në ky. Dhe i përgatit të recetën. Këtu ka likur, gështenjë e egër, futu në alkohol. Ashtë lënë 20 ditë. Ta shti i jepet këti, ta pi me pika. Ndërmjet atyre, ushqime tjera, unë përdor në mëngjes, qumë është të zjerë që në darkë. E pi esur në mëngjes, bashkë të shoqëruar me një vezë të freskët. Mjeku popullor më thotë që të bësh një farë pushimi dhe duhet ta përdorësh herë mbas here. Edhe unë këtë do ta bëj për arsye se ish një gjë e keqe, ose mjekove. Të gjithë të moshuarët, sidomos nga 60 vjeç e lartë, janë me prostat. I këshilloj të vazhdojnë këto lule. Të gjitha këto bimët medicinale që shikon këtu janë tëra kuruse.
edhe obajtirit gjithëve që vuajnë nga prostata, nga gjithë llojet e smundjeve, se këto shërojnë çdo lloj smundje. Edhe në qoftë se e mbledhi vetë, le të vinë të këshillohen me mua. Unë kam pa lekë vizitën, konsultën. Edhe t'i jap të shkruara se çfarë do të pijë ai. E ta gjejnë vetë ta pijë. Të gjitha zgjidhjet janë të mundshme përmes përdorimit permanent të bimëve shëruese të rritura në natyrën e virgjër. Unë do të thoshja që përveç vlerave shëndetësore të gjithë secilit hallegji që vjen në këtë pikë të vogël ambulante, është edhe një vlerë të madhe ekonomike. Mendohet që vlera potenciale eksportuese në Shqipëri e bimëve medicinale e kalon disa miliarda euro. Sigurisht që ne jemi rritur me kamomilin, ne jemi rritur me dafinën, ne jemi rritur me ullirin që është një bimë kombinat që shfrytëzohet gjitha pjesët e tija, që nga rrenja, qethja, fruti, pasaj dhe vaji i ullirit që është i një mrekullie të jashtëzakonshme dhe pazëvendësueshme. Pastaj do të duheshin orë të tëra për ta shpjeguar vlerën e bimëve medicinale. Fjala vjen në bimët mjaltëse që përdor bleda, që për të prodhuar 1 kilogram mjalt ajo duhet të udhtoj 10 herë sa që është ekuatori, rreth 400.000 kilometra për të prodhuar 1 kilogram mjalt. Dhe sigurisht që këto janë të vlerësuara edhe nga vetë njerëzit, por edhe nga vetë Zoti, që nëpërmjet profetit të tij ka shpjeguar përdorimi i bimëve mjekësore është prioritare. Fjala vjen, kemi dëgjuar shumë herët që atje ku hyn dielli nuk hyn mjeku. Do të thotë se bimët janë absorbuesi numër 1 të rrezeve diellore, të energjisë diellore, e cila kalon pothuajse e gatshme dhe pa probleme mbetje në organizmin e njeriut. Jorgjifili me makinën e tij niset për rrugë, hipën dhe zbret të përpjetat dhe tatpjetat. Kënaqësia për të shërbyer njerëzve me një pagesë simbolike, tashmë Jorgjin e ka frymëzuar të jetë i palodhur dhe në një farë mënyre të sfidojë moshën relativisht të lartë. Unë do të sugjeroj atë mjekëve human. Po, vazhdo. Sigurisht që si thash më parë, të flasësh për bimët medicinale dhe për përdorimin dhe vlerët e tyre do të duhet ishte një kohë shumë e gjatë. Por fjala vjen për botimin më të vjetër të bimëve medicinale të kokalarit, të simës dhe të xhinxhës e pasaj të tjerëve, kanë një vlerë të pazëvendësueshme në bibliotekën e mjekut, pasaj edhe në bibliotekën e agronomit edhe në qytetarët e tjerë. Ato shpjegojnë se çfarë janë sëmundjet, fjala vjen sëmundja e gojës apo ç'është diabeti, çfarë është bima që e kuron atë edhe mënyrën e përdorimit të tyre. Ndala këtu të koshere bletës, se bleta, mjalti bletës bën çuditëra. Unë me anë e mjaltit të bletës edhe aloe verës, po jap rezultate shumë të mira. Sidomos në gjendra hemoroide, në frymarrje, në mushkrit. Bën shumë fare, me fjalë, mjalti i bletës është shumë i kostueshëm. Dhe
gjitha këto procese kanë një teknologji të veçantë dhe kërkojnë njohje profesionale, duke filluar që nga identifikimi i bimës, përcaktimi i momentit grumbullimit. Pjesët e nevojshme të bimës i kanë më shumë vlerë, teknika e tharjes, që në të gjitha rastet bëhet në hije, ambalazhimi e tjera. Modeli i këtij çifti bashkëtorë i moshës 3, me fjalë moshës së pensionistëve të vendit tonë, është një shembull shumë i madh për të gjithë pensionistët e vendit tonë. Qoftë atyre që me shumicë banojnë sot në qytet, qoftë atyre që janë në fshat. Pothuajse shumica e pensionistëve të Shqipërisë e modeleve të tilla si Jorgji dhe bashkëshortja e tij që ka qenë një punonjëse e vjetër e ndërmarrjes pyjore, kur ne kishim atje një deg të veçantë, si thuash, të zhvillimit të bujqësisë, të zhvillimit të ekonomisë, me dafinën, me kamomilin, me mersinën e të tjera, është sot një model për të gjithë pensionistët, të cilët janë të pajisur me tokë, të cilët kanë banesat e tyre në fshatrat, në një 280 fshatrat e Qarku Fieri Fjellëvjen, që të venë këto vendet e tyre, të grumbullojnë vetë ata bimë medicinale, të konsultohen dhe të i përdorin ato në formën e çajrave. Të heqin dorë, si të thuash, nga prodhimet industriale të përdorimit të lëngjeve, të përdorin lëngjet e këtyre bimëve medicinale. Pastaj është dhe një gjë tjetër që falë Zotit të madh, duke u lidhur me këtë pjesë të rëndësishme të natyrës dhe me këtë pjesë të rëndësishme, ata do të dinë dhe vlerën e jetës dhe si thuash do të minimizojnë edhe shpenzimet për përmbajtjen e shëndetit të tyre që është sot me një kosto të konsiderueshme në buxhetin familjar. Të gjitha këto kërkojnë eksperiencë, ku humanizmi dhe përkushtimi ndaj njeriut është vendimtar. Jorgji dhe Lina Fili, modeli i çiftit të moshës 3, njerëz human dhe të përkushtuar ndaj punës.